Unë u bëra i revoltuar për arsye sepse unë jam nga fshati i Strehës. Më kanë ikur të shumt të njerëzve jashtë shtetit, ku i kanë mundësi të jetojnë këtu dhe kanë dëshirë të jetojnë. Një prembesa kam, një s'kam se s'jam martuar, ashtu ka qenë problemi. Problemi tash këtu është bërë korrupsioni i pa llogaritshëm. Po këtë revolta që ishte sot, unë mora vesh edhe vojta në Lozan. Erdhën në Lozan, ranë dakord të tërë në Lozan që të mos prishet Bashkia e Maliqit. Të mos prishet Bashkia e Maliqit. Ashtu edhe në Livornik, kudo, e kupton ti? Tash këto loja se si janë nuk e di. Unë kur vajta që u revoltova atje, vajta i ngjova, e dhanë këshill. Edhe ai që nga Lozani i erdha në këshill, tash shiko. Të shinja çfarë bësh. Ishe si përfaqësues i fshatit. Jo, përfaqësues erdha vetëm. Erdhe vet. Erdha vetë. Tash kur erdha këtu, tha edhe Raldi, ranë dakord me atë që kishte marrë vendim Partia Demokratike. Jo të Partia Demokratike, këta deputetit. Ishte edhe një deputet i zonës tonë. Ky tha, Raldi e pranoi. Ku ngritën këta të krahut më, që kishin folur në Lozan, kishin folur kudo që të mos prishet Bashkia e Maliqit.